Bravo, bravo, bravo. Ke sjell një këngë të Elvis Presley që nuk është shumë e njohur, po është një nga këngët e mia të preferuara. Një balad shumë emocionale. Ke një timbër shumë të bukur. Dhe në trupin e një të riu, përveç kostumit që ke veshur, unë ndjej që ke edhe një shpirt antik, ke një shpirt shumë të pjekur. Dhe më pëlqen ideja që një djalë i ri risjell këngë apo artist të një kohe shumë të largët edhe të një gustoje shumë të largët. Bravo, më emocionove sonte me një nga artistët që dua më shumë në këtë planet. Unë jam filo Elvis Presley. Vlora të ketë zili si rajon në atë që ka pjell dhe ka nxjerr në këtë skenë. Bravo. Faleminderit. Në kohën që këndoje, sa lëshove notat e para me zërin tënd, sepse mu fiksua që sa bukur mund të këndosh ti New York, New York. Është e vërtet. Më thënë, e ke djuar po e Frank Sinatras? Jo. Frank Sinatra nuk e ke djuar? Jo. Michael Bublé? Po, e kam që... I'm started tonight. I'm ready today. I wanna be a part of it. New York, New York. Oh, do 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 do.
I'm ready today. Oh, Pra, e thënë më saktë, me qëse Castro, si u fo që është ta Vlora, unë them se ti e një zë i veçantë dhe i pasur për gjithë muzikën tonë. Rritu që të shijojmë më tepër. Faleminderit. Bravo. Andi më bëre ta përjetoj atë magjinë e vitit 3 para kohe. Gjatë gjithë kohës që ti po këndoje, unë edhe Elza përjetonim. Unë nuk u bashkova se thash mu vënde shampanjë. Jo, asun. ishte atmosferë fund viti, absolutisht ke të drejtë. Shumë e bukur dhe dua të përgëzoj për një gjë. Theksimin e fjalëve anglisht e kishe fantastik. Faleminderit. Shumë më pëlqeu që i ke kushtuar rëndësi tekstit, si ta thuash, si ta të theksosh që tjetë sa më anglisht është e mundur. Bravo. Për muzikën nuk po flasim. Je par excellence. Faleminderit. Bravo. Grupi që do të vi tani në skenën e Albinës Got Talent nuk e ka për herë të parë, nuk e ka për herë të dytë, nuk e ka për herë të tretë, e ka për herë të katërt. Kanë qenë konkurrentë edhe në edicionin e parë të Albinës Got Talent, kanë prekur gjysmë finalet. Sonte rikthehen për të bindur jurin që ja vlen të jenë finalistët e këtij edicioni të dytë. Zonja dhe zotrinj me duartërkitje shumë të madhe, vjen tani grupi Break the Floor.